Pashka për besimtarët ortodoks u kremtua edhe në qytetet të tjera të vendit. Mira prej tyre u mblodhën në katedralen Gjella e Krishtit në Korçë për të festuar me besim dhe për kushtim Pashkën. Ky qytet, i njohur për traditat e tij të thella shpirtërore, u shndrua në një qendër të bashkimit dhe lutjes. Në këtë dritë çdo njeri është i thirrur të bëhet dëshmitar i shpresës dhe ndërtues i paqes. Le të hapim pra zemrat tona ndaj dritës së ngjalljes. Dhe le të lejojmë që ajo të shndërojë jetën tonë, familjet tona, marrëdhëniet tona dhe shoqërinë tonë. Këmbanat kumbuan fuqishëm ndërsa drita e qirinjve u përhap nga mitropoliti i Korçës dhe klerikëve të tjerë tek duart e besimtarëve, duke përcjell edhe mesazhin Krishti u ngjall. Krishti u ngjall. Hristos anesti. Të shumtë ishin ata që kishin zgjedhur Korçën për të festuar Pashkën, vizitor vendas e të huaj. Vi nga Kina është hera e parë që e festoj Pashkën në Shqipëri, gëzuar Pashkën. Unë vi nga Ukraina, hera e parë në Korçë, hera e parë që e festoj Pashkën në Shqipëri, edhe ne festojmë këtë festë në këtë formë, më pëlqeu shumë, gëzuar Pashkën. Unë jetoj jashtë, jetoj në Lituani. Në Korçë shumë bukur. Domethënë gati pothuajse për vit mundoj të vi në Korçë. Shumë bukur, shumë njerëz edhe shumë ndryshime edhe Korçë. Gëzuar për të gjithë, shëndet mbarësi. Ne festojmë me familje, jemi afër të kohë. Më bukur, po. Gëzuar, Krishti u ngjall. Në Elbasan besimtarët u mblodhën në kishën Shën Nikolla, ku mitropoliti i qytetit përcolli urimin për katës. Edhe në Fier dhe Vlorë ranë këmbanat për të shpallur ringjalljen. Ndërsa ceremonia e Pashkës në Berat u kremtua në katedralen Shën Dimitri dhe u drejtua nga mitropoliti i Nzotasti. Ceremonia e shenjtë u ndoq nga qindra besimtarë, të cilët ishin mbledhur brenda dhe jashtë ambienteve të katedrales, duke u lutur në një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit të krishterë për më shumë paqe dhe jetë më të mirë. Besimtarët morën dritën e bekuar dhe e çuan në shtëpitë e tyre, ndërsa kryen edhe ritualin e vezës, e cila simbolizon daljen e Krishtit nga varri.